edhe duke pa lekun, këto reklamojnë edhe produkte që është gjyna, unë e marr shumë punë e kthej nga vetja. Ka pasur raste kur unë kam qenë më e vogël, që një X dyqani brendi, se brende qunë dhe vete, që më ka sjell produkt skandalos, që unë isha e pagujtme për ta reklamu, edhe unë ja kam këtë produktin mbrapsht edhe pagesën mbrapsht. Po çat kushtoj? Me mojt lek të dhe thjesht me postu? Jo, sepse unë mendova, kam qenë vetë studente. Ka pasur raste që edhe vetë kur e kam ble një gjë, ata ble mos ta ble, po kur e kam pati ku tjetër, hajtë se po e ble. Se ti bëj gjyna unë. Ndoshta ajo studentja që më shikon duke vendosur atë kremin në fytyrë, thot e ka përdor Keta, po e përdor dhe unë. Po mu kur nuk më bën mirë kremi, ndoshta kam mundësi me shku me bo një trajtim fytyre edhe me sjell prapë. Pa e s'ka. Se do marron atë përgjegjësinë, e ndjej shumë më përgjegjëse veten më atë rast. Se unë kam shit një produkt që s'ka qenë jo cilësor, s'ka shanse.